Kandidatja e koalicionit të Majt për bashkinë e Pogradecit Diana Mile u takua me banorët që jetojnë tek ish hoteli punëtorëve në Gurin e Kuq, ku pjesa dërmuese janë të komunitetit e rom dhe egjiptian. Mile bashkëbisedoi me ta për problemet që ata kanë sa i përket mënyrës dhe kushteve në të cilat ata jetojnë në këtë pallat, papunësia apo edhe mungesës së hapësirave të çlodhjes dhe të gjelbëruara në këtë zonë. Banorët i kërkuan Diana Miles edhe privatizimin e banesave ku ata jetojnë me qëllim që të vazhdojnë më pas të investojnë në to. Ne duam privatizim, edhe duam nga një familjar të punësuar se jemi kështu. 2 fëmijë më mbaruar shkollën e lartë, burri me shkollë lartë pa punë. Nëse na lën këtë, që të kemi kartën e shtëpisë një, edhe të kemi një njeri në shtëpi pra këtu jetë punësuar, një të janë bukë, janë si puna ime, të gjithë janë për bukën e këtu. Janë gjëra që mund t'i zgjidhim shumë, thjesht ju e keni neglizhuar. Dakor? Sepse nuk ka asnjë gjë problem për të privatizuar një ambient. Me që rruga tani u do mbyllet trotuari, ne kemi një shtat. Shtat një, po të vendosim edhe kaq pra mendoj ju që të jenë të sigurta për fëmijët, jo të shtrohet, po edhe të shkon me gjelbërim, të një krem, një stol. Mile u premtoi këtyre banorëve se pas 21 qershorit ata do të kenë vëmendjen e munguar prej vitesh, ndërsa i siguroi ata se do të bëjë gjithçka sa i përket çështjes së privatizimit të ambienteve apo edhe krijimit të hapësirave për fëmijët përreth hotelit.